Tashti rënë gjami mas gjamije, aja o metën, për para që sojsh ka o metën e një tjetër, tashti aja o metën dhe tashti kjo marja. E kështu që për datën e gjamijave nuk muj me donë në datë sakt, se unë nuk kam informatë. Cila është rëndësia e gjamis për komuniti, për njerëz të këtij fshati? Po rëndësia gjamijes... Rëndësia gjamijes është kjo faltore, ku madhnohet Allah Gjeleshanehu. Këtu për para edhe tasht edhe deri në kiamet mendoj që ka me shërby kjo gjami për edukimin edhe edukatën, kulturën islame me avdhonën gjithë njerëzve. Me imam që jënë kom për para dhe me imam tashajon edhe shka do të vinë pas tina hala tjera. Si shini rolin e fesë dhe ruajtjen e harmonisë dhe respektit mes banorëve? Po respekti jo se kultivohet në për gjamia ose kërkun ma shumë nuk kultivohet. Pse? Gjamia o vend të bim për mu bashku njerëzit. Për me madhnu Zotin Gjeleshanehu, kështu që ato zemra që i zbut gjamia, ato nuk ka kush që mund t'i largon për saj. E kështu që gjamiat janë vend të bim i gjithë popullatës islame. Ata që përqafojnë për jenë islame, ata shka se përqafojnë nëse, na nuk mujna me zarë me prunë këtu në gjami, po ata shka e donë, edhe shka e përqafojnë islamin e vërtet, ata gjithë herë janë gjamiës. A ka tash ma shumë nështë ta të ri që vinë dhe? Vinë, tash që ka të ri ma shumë. Për para, unë i kom shërbyje 3 gjeneratave.